e LDK-s? Jo vetëm ish antare, unë kam 27 vjetë kontribut në atë parti dhe çdo ditë të punës time në atë parti jam përpjekur që të kontriboj pozitivisht. Atër nuk keni qenë ju, ka qenë kolegu juaj, mirë po në pikrisht në interaktiv, të qenë viti 2015 ose 2016, kemi diskutuar se cilat janë shanset që LDK-ja të reformohet nga brenda, edhe atëherë, për shembull, kemi folë për LDK 2020, si një plan afatgjat për një parti me një reformim të brendshëm, po atëherë me thonë drejtën, kanë talë njerëzit se kanë thonë shumë largë 2020, kur e shohim çdo ditë e më tepër që kalon, LDK-ja largohet nga vetvetja. Ç'a i bie kjo? Po që i bie që gjithnjë e më shumë largohet nga ajo se si ai votuesi tradicional dhe mirëdashës i LDK-s dëshiron ta shoh partinë e vet. Edhe këto zhvillimet e sotme tash me ju, pak që keni marrë një pjesë. Edhe këto zhvillimet e sotme, unë nuk di në cilin drejtim do të çojnë. A keni idenë se tash duket pak, thënë të drejtën edhe qesharake, një person si ju që keni kaq shumë të kaluar në LDK me vesaj edhe shumë që aty, të mos dini se çfarë po ndodh. Çfarë realisht po ndodh sipas jush në LDK? Po atë duhet na tregon LDK-ja vet. Jo, keni ndonjë informacion? Çfarë unë vrej është se janë disa rryma të ndryshme. Problem është sot me fol me LDK-n, sepse nuk e di me cilën rrymë je duke folur. Problem është sa më shumë që afrohet. Ka më shumë se 2 rryma thani? Sa më shumë se 2 rryma, definitivisht. Edhe prandaj ne duhet ta shohim si do të jenë zhvillimet e ditëve të ardhshme, edhe cila prej rrymave do të fitojë. Nëse fiton rryma e cila LDK-n e afron edhe më shumë me PD-k-n, atëherë dijeni që... Cila është ajo rryma? Mund të na tregoni pak se... Nuk e di. Nuk kam ardhur përbes, është keq në këtë pozicion që ka mund të merrem të bëj analiza të partive. Dhe po i leni në gjysma pastaj. Ma mirë mos i thoni që mos t'i vazhdojmë se unë e kam obligim edhe ndaj atyre që na ndjekin t'i bëj të qarta. Kur flasim për rryma, njerëzit mund të mendojnë për çfarë po flasim. Po nuk rrymat ata i kanë bërë publike vetë. Kështu që kjo e sotmja që ka ndodhur na bën që t'jemi ta vëzhgojmë me kujdes situatën brenda kësaj partie, jo pse unë jam përgjegjëse për atë parti, po sepse nëse duam të bëjmë koalicione të çfarëdo lloj natyre me atë parti, a duket e mundshme nëse ka 3 rrymime edhe 3 fuqi brenda një partie që në fundit ka fituar 17%. 16 e... Po prandaj po them, nuk është detyre imja të krijoj unitetin brenda LDK-s. Unë kam dështuar të krijoj unitetin brenda LDK-s. Prandaj, 2 vjetë mbasi më kanë trajtuar në mënyrën më të shëmtuar, 2 vjetë mbas asaj kam dhënë dorëheqje. Dhe në vitin 2018 jam tërhequr përfundimisht nga LDK-ja. A duket paradoksale që ju tani të kërkoni stabilitet LDK-s? Jo, nuk po kërkoj unë po kërkoj që ai që potencialisht ulet për të negociuar me ne, tjetë edhe për personi që e përfaqëson këtë parti. Sepse ti nuk mund të ulesh, ne nuk mund të ulemi me 5 vetat ndryshëm LDK. Sepse nëse LDK-ja dëshiron të jetë faktor në zgjedhjen e presidentit vendit, atëherë ata duhet flasin, domethënë duhet garantoj që i kanë edhe votat e grupit vet parlamentar. Kreu i LDK-s në natën e